Njoftimin e lëshoi në datën kur i privoi nga liria. Gjykata speciale do të shqyrtojë nëse paraburgimin në të cilën mas ndodhen tash 1 vit, do të kthehet në burgim apo Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqi do të lirohen nga akuzat për tentim pengimi të drejtësisë nga fundi i shkurtit 2026. Kristofer Gosnell caktoi të martën e 26 shkurtit për ta filluar paraqitjen e provave dhe 3 dëshmitarëve të prokurorisë. Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se gjykimi duhet të zhvillohet brenda një bloku kohor diskret dhe pa vonesa. ZPS parasheh që gjykimi të mos gjatë më tepër se 2 javë dhe se të 3 dëshmitarët e saj mund të dëgjohen brenda 1 jave. Prokuroria do të ketë kohë deri më 18 dhjetor të dorëzojë emrat final të dëshmitarëve, dokumenteve që synon të përdorë, të cilat përbëjnë pjesën dërmuese të provave. Edhe pse numri dëshmitarëve të këtij rasti është i ulët dhe përbëhet nga ekspert të forenzikës që kanë ngërmuar e hetuar në pajisjet elektronike të akuzuarve apo dokumentet që i kanë sekuestruar nga ta, mbrojtja konteston kualifikimin profesional të së paku njërit prej tyre me shifrën 8. Vetë Thaçi, Smakaj, Kilaj, Fazliu e Kuqi s'kanë qenë një zëri për fillimin e gjykimit që ndaj ish-presidentit është i dyti në speciale. Arsye është gjykimi i parë në të cilin ekziston një afat i ngushtë për të finalizuar fjalët përfundimtare dhe paraqitur ato në datat 9 deri në 13, 16 dhe 18 shkort. Smakaj, ndërkaq ka shprehur se avokatët e tij janë të lirë midis 19 janarit e 13 shkurtit, pastaj deri më 27 mars, por të zënën nga fundi i muajit deri në qershor të 2026-s. Fazliu ka shprehur shqetësimet për kozgjatjen e paraburgimit, Kuqi mendon se duhet të jetë kusht që të gjitha hetimet të kryen në plotni para gjykimit. E Kilaj ka qenë më i gatshëm edhe se prokuroria për ta filluar gjykimin në janar, por me lëshimin që datat tu përshtaten të bashkakuzuarve.